Ola, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, e shikon Gjestin nga kokat e këmbët dhe tund kokën me mosbesim. Ajo qesh me ironi dhe i drejtohet atij me një ton plot tallje. Ti s'bën gjë. Se e ke të vogël, unë dua një burr, jo një kalama si puna jote. Gjesti, që nuk është mësuar të marrë sfida pa reaguar, i kthen një shikim ngacmues dhe i afrohet pak më shumë, duke e parë drejt në sy. E vogël e kam. Mos fol pa e provuar, se pastaj mos thuaj që s'të paralajmërova. I thot ai me një buzëqeshje të lehtë, duke u përpjekur ta provokojë. Ola shpërthen në të qeshura dhe tund gishtin para tij. Lëre ti, lëre, se burrat duken nga larg. E ti mezi i kalon provimet e fëmijëve. I thot ajo duke qeshur edhe më shumë. Gjesti shtiret sikur po mendohet dhe pastaj i afrohet edhe më shumë. Apo mos ndoshta ke frikë se po ta provoje, do ndyshoj mendje. Se më dukesh paksa e pasigurt tani. Ola e shtyn lehtë me dorë, duke tundur kokën. Shiko, jo vetëm që je kalama, por qenë edhe shumë i bindur tek vetja. Më vjen keq, Gjesti, por si në nivelin tim. I thot ajo, duke i dhënë një shikim tallës dhe duke u larguar, ndërsa Gjesti buzëqesh dhe tund kokën, i vendosur që kjo bisedë nuk do përfundonte kaq lehtë.